Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Ndodhemi në Parma, më datë 2 mars të vitit 2006. Është një mbrëmje shumë e ftohtë, ora shënonte 7:30 dhe familja Onofri janë ulur si çdo mbrëmje duke ngrënë darkën e tyre. Familja Onofri përbëhet nga babai, i cili ishte Paolo Onofri dhe e ema Paola Pelingeli. Ato të dy kishin 2 fëmijë, Sebastiano 7 vjeç dhe djali tjetër Tommaso, i cili ishte 18 muajsh. Në fakt, atë mbrëmje Paola ishte ulur afër Tommasos, pasi Tommaso, si çdo fëmijë tjetër, bënte tekat e tij në ushqim dhe nuk donte të hante. Kështu që Paola në farë mënyrë ishte ulur afër atij që ta ushqente. Por pa pritur fiken drita dhe në fakt çifti Onofri nuk i bëri shumë përshtypje, pasi edhe në netët e kaluara kishte ndodhur që të fikeshin dritat, kështu që nuk ishte diçka e pazakont. Dhe atëherë Paolo ngrihet nga tavolina dhe shkon në bodrumin e shtëpisë për të rindezur përsëri dritat nga kutia elektrike. Ndërkohë, Paola ndes qirin, të cilët ndodheshin në tavolinë që fëmijët mos të kishin frikë nga errësira. Sapo Paolo hap derën kryesore të shtëpisë për të vajtur poshtë në bodrum, menjëherë përballet me 2 burra, të cilët ishin të maskuar dhe e shtyn shumë fort brenda, duke i thënë që kjo është një grabitje. Njëri prej tyre ishte më i gjatë dhe më i hollë, ndërsa tjetri më i shkurtër. Njëri prej grabitësve mbante një kapucë skejtori në fytyrë, ndërsa tjetri një kaskë të mbyllur. Pra, në farë mënyre, fytyrat e tyre nuk shiheshin. Njëri prej tyre i vë thikën në gryk Paolos dhe tjetri i drejton armën Tommasos dhe fillojnë që të bërtasin që kjo është një grabitje dhe duan të gjithë paratë e tyre. Të gjithë janë të tmerruar dhe Sebastian në një moment kërkon të reagojë, por në fakt Paola e tërheq drejt vetes dhe i thotë që mos lëviz, pasi një reagim i joti impulsiv mund të ketë pasoja shumë të rënda. Paola mbante fort Sebastianon, por në të njëjtën kohë përpiqet t'i afrohet Tommasos, i cili po qante me ngashërim. Dhe në një moment sapo lëviz, njëri prej burrave që kishte armën i drejton armën asaj dhe i thotë që duhet të shkosh të mbledhësh të gjitha paratë që ke në shtëpi. Dhe në fakt ajo shkon të kontrollon nëpër çantat e tyre nëpër shtëpi dhe gati mblidhi 150 euro dhe mendon që t'ua japi në këtë mënyrë gjithçka do të përfundonte. Por jo. Në këtë moment, grabitësi detyrojnë çiftin që të ulen në gjujë dhe të shtrihen poshtë tavolinës dhe i lidhin me ngjitës. Por Paola tregon që në farë mënyre nuk është se i lidhen mirë, domethënë i lidhen në mënyrë shumë të shkujdesur, sepse sapo grabitësit ikin, ajo menjëherë arrin të shlirohet nga ngjitësi. Por menjëherë kupton se mungon diçka. Tommaso nuk kishte. Ato sapo kishin rrëmbyer Tommason. Merr menjëherë në telefon karabinierët dhe del jashtë nga shtëpia për të parë se nga cila anë kishin ikur. Por mes asaj mjegulle të dendur, ajo ndjeu një ndjesi shumë të thellë brenda vetes saqë e bëri të thotë: "Lam tu mirë Tommaso, mendoj që ne nuk do të shihemi më kurrë." Pas pak mbërrin autoritetet dhe fillojnë menjëherë kërkimet. Lajmi për zhdukjen e Tommasos bën bujë në të gjithë Italinë dhe të gjithë janë të shqetësuar. Por më shumë janë të shqetësuar për gjendjen shëndetësore të Tommasos, pasi Tommaso vuante nga epilepsia dhe në fakt kishte nevojë për një ilaç të cilin e merrte 2 herë në ditë, një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje. Prindrit u bëjnë thirrje publike grabitësve, duke u shpjeguar që Tommaso kishte nevojë për një trajtim dhe mënyrën se si i jepnin ilaçin. Thonë që ishte mësuar t'ia jepnin me shëringë pa gjilpër, sepse në këtë mënyrë atij i pëlqente. Japin detaje në çdo emision, duke shpresuar se rrëmbysit po e shikojnë dhe do të kujdesen për të. Por Paola ndjente fort që nuk do të shkonte më kurrë djalin e saj. Hetimet fillojnë dhe në fakt lindin shumë pyetje të dyshimta. Pse këta burra rrëmbyen vetëm Tommason? Mos ishte diçka që ishte planifikuar që në fillim, apo ndodhi gjatë grabitjes, pasi një farë mënyre nuk kishte sens, pasi familja Onofri nuk kishte e pasur. Në fakt, Paolo punonte si drejtor poste dhe merrte gati 2000 euro, ndërsa Paola punonte dhe ajo në postë, por në atë periudhë ishte pushim në shtëpi dhe nuk paguheshte. Dhe mbi të gjitha, e vetmja pasuri që kishin ishin shtëpia ku ishte, dhe atë shtëpi e kishin bler me bank, pra me kredi, dhe në fakt e kishin paguar kredin nga një trashëgimi që kishin fituar dhe mbi të gjitha kishin bërë dhe punime në shtëpi, pra nuk kishin të pasur dhe një farë mënyre kush janë ato grabitës që të organizojnë diçka shumë të rrezikshme, pra të shkojnë tek një shtëpi, të fikin dritat, të rrëmbejnë një fëmijë tek një familje që nuk është e pasur, pra
është diçka që nuk bën sens apo jo. Për këtë arsye, hetimi kalon në duart e drejtorisë antimafia në Bolognë dhe në të njëjtën kohë nuk kishte asnjë gjurmë të Tomazos apo të rrëmbysve, nuk kishte asnjë telefonat për shpërblim. Shumë qytetarë ishin të shqetësuar se ku ndodheshte Tomazo dhe në fakt emisionet të mëdha, siç ishte Sanremo, fillon të bënin thirrje publike dhe çdo media e mundshme ishte e përqendruar në këtë çështje 24 orë në ditë. Pas 4 ditësh, një burr telefonon në emisionin Chi l'ha visto dhe thotë që afër një lumi ka parë disa rroba fëmijësh dhe një shishe ilaçi. Karabinierët shkojnë menjëherë aty dhe marrin të gjitha sendet që ndodheshin aty dhe marrin në telefon nënën e Tomazos në një farë mënyrë për të identifikuar ato sende, por fatmirësisht nuk kishin rrobat e tij. Kështu që në këtë mënyrë hetimet rifillojnë përsëri. Por pa pista. Ato vendosin që të shkojnë tek shtëpia e çiftit Onofrit për të zbuluar detaje të tjera dhe në fakt zbulojnë një detaj shumë të rëndësishëm. Çifti Onofri kishte pasur një qen, por ky qen në fakt kishte humbur 2 ditë para se të rrëmbeheshte Tomazo. Atëherë mendojnë që ndoshta nuk është vetëm një rastësi, pasi një farë mënyre grabicit kanë hequr qafe qenin që ai të mos lete apo të mos sulmonte. Por nga ana tjetër mendojnë që ndoshta ka qenë dhe një mesazh, pasi një farë mënyre në mafian siciliane zhdukja e një qeni ose vrasja e një qeni do të thoshte kujdes fëmijët e tu. Një farë mënyre, a ishte ky një mesazh për familjen Onofri? Por dhe këtu kthehemi në pikën e nisjes. Ç'lidhje kishte një drejtor poste me mafian dhe në fakt gjatë hetimeve del në pa një figurë shumë e rëndësishme. Një burr kalabres me emrin Pasquale Galiostro, i njohur ndryshe si pjesë e bandës së Landrangetës, një mashtrues famkeq i cili u thot autoriteteve se ka informacione mbi rrëmbimin e Tomazos. Në atë periudhë ai ndodheshte në burg, por disa muaj më përpara ai kishte dëgjuar disa persona se do të rrëmbenin djalin dhe gruan e një drejtori poste. Ai tregon që në fakt nuk i njihte këto persona, nuk i dinte kush ishin këto persona, por thjesht kishte dëgjuar këtë gjë. Dhe nëse kjo gjë është e vërtet, atëherë autoritetet konfirmojnë se në fakt ky rrëmbim ishte i organizuar dhe grabitja që kishte ndodhur në shtëpi në një farë mënyre ishte thjesht një mbulim i asaj gjëje. Policia në këtë pikë interviston babain e Tomazos, pra Paolon, dhe i jep informacione mbi këtë zhvillim të ri. Dhe në këtë pikë, fakt Paolo kishte një sjellje paksa të çuditshme, pasi përpara kamerave u thot në një farë mënyre bën një deklarat për grabicit ku thot që në një farë mënyre mos guxoni të më dilni përpara sepse për ndryshe do t'ju vras. Okej, është një deklarat që besoj që çdo prind do ta bënte dhe është më se e kuptueshme pas asaj që kishte ndodhur. Por në fakt pjesa e dyshimt fillon këtu. Kur gazetarja e pyet në një farë mënyre që ai njeh këta persona, ai përgjigjet: në situata varet. Situazioni, cose. Çfarë ka dashur thot autori me këtë fjalë, pra në situata varet, një farë mënyre ti kishe lidhje, pra një farë mënyre ti njeh këto persona? Nga kjo intervistë bër, policia fillon të mendojë që ndoshta Paolo i njeh rrëmbyesit e djalit të tij. Madje me të gjitha po u jepte edhe një mesazh që mos më dilni përpara, ndryshe do t'ua kthej me të njëjtën monedhë. Kështu që vëmendja ndaj Paolo Onofrit fillon e rritet gjithnjë e më shumë. Të gjithë fillojnë të dyshojnë për të. Vënë re sjellje të çuditshme dhe të paqarta, faktin që fliste gjithmonë vetëm ai, aludimet që bënte, por gjithmonë i bënte në mënyrë shumë të mjegull. Autoritetet vendosen të përqendrohen tek çifti Onofri. Ato në fillim përqendrohen tek Paola, më pas tek Paolo, dhe në fakt ishin të sigurt se Paolo dinte më shumë se çka tregonte. Kjo gjë në fakt krijoi një distancë mes çiftit dhe në një farë mënyre Paola në fillim nuk donte t'u besonte atyre thashëthemeve siç thoshte i shoqi, dhe donte t'i besonte të shoqit, por sa më shumë pyetje që i bënte atij, aq më shumë përgjigje të paqarta merrte nga ai, dhe në një farë mënyre, si shumë persona, ashtu dhe Paola filluan të dyshonin mbi Paolon. Hetuesit fillojnë të gërmojnë në të kaluarën e Paolos dhe në marrëdhënien që kishte ai me gruan e tij. Në fakt nuk është se gjejnë diçka shumë interesante. Në fakt ato gjejnë që Paolo ishte një burr që kishte një karakter shumë dominues, një burr që nevrikosi shumë shpejt, ndërsa nga ana tjetër Paola ishte një grua e qetë që dëshironte të komunikonte me atë për ndjenjat që ajo kishte, për mënyrën se si mendonte gjërat, ndërsa Paolo nga ana tjetër, jo, ishte i mbyllur në vetvete dhe nuk donte të fliste me të. Dhe në fakt
Paula e karakterizon burrin e saj pra një farë mënyrë e përshkruan si një burr jashtëzakonisht shumë të ashpër. Hetuesit gjejnë një ditar që mbante Paula ku ajo shkruante gjitha zhgënjimet dhe dhimbjet e saj. Zbulojnë se martesa e tyre nuk ishte as pak e mirë. Paula ndjehej e nështruar dhe e manipuluar nga burri i saj. Dhe si shtoshte vet ajo, kur ndodhin këto lloj tragjedisë, ose e bashkojnë më shumë çiftin, ose e ndajnë përfundimisht. Dhe në fakt për ta ishte fundi. Autoritetet në këtë pikë vendosin që të përgjojnë telefonin e Paulos dhe të gjithë telefonat që ndodheshin në shtëpi. Dhe brenda një muaji, prokuroria arrin që të jap plot 250 urdhra përgjimi, një numër aq i madh saqë disa prokurori nuk arrin dot as për një vit. Në fakt, nga këto përgjime del diçka shumë e rëndësishme. Disa ditë pas rrëmbimit të Tomazos, Paolo merr në telefon një burr i cili quhej Pasqualo Barbera, i cili ishte një ndërtues dhe kishte bërë punime në shtëpinë e Paulos. Dhe në fakt, nga ana tjetër, këta të dy ishin dhe miq. Dhe nga ana tjetër, Barbera i thot në telefon Paulos: "Po ti, ke dhënë emra?" Dhe ky i fundit ja kthen: "Po, kam dhënë emra, por jo ata emra." Ç'lidhje kishte kjo gjë? Mos kishte lidhje gjë me rrëmbimin? Në fakt, ndryshe nuk se mund të mendohesh, pasi një farë mënyre ajo telefonat kishte ndodhur vetëm disa ditë pas rrëmbimit të Tomazos. Dhe një farë mënyre emrat që u përmendën ishin emrat e punëtorëve që kishin punuar në shtëpinë e çiftit Onofri. Ata punëtorë një farë mënyre e njihnin ambientin e shtëpisë së tij, pasi me një logjikë të thjeshtë, nëse ti merr punëtor për të punuar në shtëpinë tënde, ato punëtor e din se ku janë hyrjet dhe ku janë daljet e shtëpisë sënde. Dhe nga ana tjetër, Paolo kishte dhënë një listë me 7 emra, dhe ndoshta ato 7 emra nuk kishin emrat e duhur. Kështu që në këtë pikë prokuroria merr në pyetje Pasqualo Barberën dhe të gjithë punëtorët e tjerë. Dhe vjen një kthes shumë e rëndësishme në këtë histori. Në fakt, në vitin 2002, Paolo kishte bler një apartament të fshetë që askush nuk e dinte dhe as vetë gruaja e tij. Brenda këtij apartamenti në fakt gjenden disa llampa, disa koltuqe dhe një kompjuter. Brenda këtij kompjuteri gjejnë 391 fotografi dhe 92 video, të gjitha të kriptuara, materiale pedopornografike me fëmijë shumë të vegjël. Kjo gjë ndryshon gjithçka, pasi tashmë Paolo Onofri akuzohet për krime të lidhura me pornografi të miturish. Të gjithë janë të bindur që ai ka lidhje me rrëmbimin. Por kur pyetet për këtë gjë, pra pse e ke mbledhur gjithë këtë material, ai thotë që do t'ua dërgonte policisë, pasi nga ana tjetër ai po luftonte pedofilin vet, pra nga ana e tij, pasi një farë mënyre ditë bënte drejtorin e postës, ndërsa natën bënte heroin e fshetë. Por pas atyre fotove dhe pas atyre videove priteshe arrestimi i tij, gjë që në fakt nuk ndodhi, pasi avokatja e tij, që në të njëjtën kohë ishte dhe mikja e tij, thotë që ai apartament ishte bler shumë kohë më përpara dhe ai kompjuter ishte shumë i vjetër dhe nuk punonte. Dhe më fal, si mund thua që ai apartament ishte i vjetër kur ishte bler vetëm 4 vite më përpara dhe kompjuteri nuk punonte, kur nga ai kompjuter u nxorën skedarja zakonisht shumë të rëndësishëm, edhe sikur ai kompjuter të ishte i vjetër. Një farë mënyrë i bie që kjo gjë nuk është as pak e rëndë. Disa javë pas rrëmbimit të Tomazos, Paolo thirret në prokurori për të përballur me një nga personat që dyshohej që kishte lidhje me rrëmbimin e Tomazos. Dhe në fakt, identiteti i këtij personi nuk është se u bë i ditur, dhe në fakt gazetarët e quanin atë i maskuari. Në fakt, gazetarët e quajnë kështu pasi në momentin kur doli nga prokuroria, gazetarët donin ta filmonin, donin të ballafaqoheshin në një farë mënyre, por në fakt ky person, ky burr ishte i mbuluar komplet, pra i maskuar, dhe gazetarët filluan ta quajnë atë i maskuari. Ndërkohë, pista që po ndiqej ishte ajo e muratorëve, pasi në një farë mënyrë nuk ishte i dyshuar vetëm babai i Tomazos, po dhe klani i muratorëve, ashtu siç i quanin policët. Ndërkohë, nga reparti i hetimeve shkencore në Parma, vijnë rezultatet e materialeve të mbledhura nga skena e krimit. Shkencëtarët kishin zbuluar një gjurmë gishti të plot nga një nga shiritat e ngjitësve që ishin përdorur për të lidhur çiftin. Atë mbrëmje, burri i cili ishte më i shkurtër, që kishte lidhur me ngjitës çiftin, në një farë mënyrë nuk kishte arritur dot ta përdorte mirë ngjitsin për shkak të dorezave dhe në moment të sipër hesh njërë nga dorezat dhe pikërisht ishte ky momenti ku lë gishtin e tij, pra shenjën e gishtit të tij tek ngjitsi, dhe mund të them që ishte gjeni i vërtet. Dhe pikërisht fal budallëkut të tij, në farë mënyre u arrit një emër, Salvatore Raimondi, një nga 2 burrat që kishin rrëmbyer Tomazon dhe si për çudi ishin një nga muratorët që kishte punuar në shtëpinë Onofri, së bashku me sipërmarrësin Pasquale Barbera. Ju kujtohet ai që kishte pasur telefonatën e dyshimt me Paolon? Pas Salvatores në fakt u zbulua dhe personi tjetër dhe në fakt
ishte personi që nga mediat ishte celsuar si i maskuari dhe quheshte Mario Alesi, 45 vjeç dhe ishte murator dhe kishte marrë pjesë dhe ai në punimet e shtëpisë Onufri. Tashmë në një farë mënyre ai po hetoi për dëshmi të rreme dhe për bashkëpunim për rrëmbim. Them dëshmi të rreme pasi në një farë mënyre ai thotë që mbrëmjen kur u zhduk Tomaso ai kishte qenë një vend tjetër. Por në fakt, celulari i tij tregonte që ai ndodheshte pikërisht në zonën ku u rrëmbye Tomaso. Ai vazhdonte të thoshte që nuk e kishte bërë ai, pasi në një farë mënyre ai kishte djalë vet dhe kuptonte se çfarë do thoshte të kishte një fëmijë. Perché so cosa significa un figlio. So cosa significa un figlio. Nessun essere umano potrebbe sopportare un peso così grosso di un bambino. Perché i bambini per me sono l'anima. Dhe një emision televiziv deklaron që fëmijët për të janë ëngjëj. Cosa così non va fatta. Non va fatta assolutamente. Tutti i bambini sono angeli, cioè per me che scendono proprio dal cielo. Por nga ana tjetër, autoritetet nuk se kishin prova të forta, ashtu siç kishin në rastin e Raimondos, pra një gjurmë gishti apo diçka tjetër, por të gjithë ishin të sigurt që ai kishte lidhje me rrëmbimin e Tomasos. Paula, e cila rrëfen se kishte takuar një ditë rastësisht në ambientet e komisariatit, thotë që ai kaloi pranë saj pa e parë fare dhe pa e përshëndetur. Dhe për të në fakt kjo ishte jashtëzakonisht shumë e çuditshme, sepse e kujtojnë qartë që ai person kishte kaluar shumë kohë në shtëpinë e tij dhe tashmë në një farë mënyre ai nuk po e shinte as në sy. Ajo duke ecur shikon këmbët e tij dhe në një moment pati një flashback të asaj mbrëmje dhe kujton menjëherë që pikërisht ato këmbë që pa në komisariat ishin këmbët që ishin futur në shtëpinë e tyre atë natë dhe kishin rrëmbyer Tomason dhe filloi që të klithte me të madhe duke thënë që ai është rrëmbyesi i djalit tim. Një muaj pas rrëmbimit ndodh një kthesë shumë e fortë në histori. Ashtu si Salvatore, ashtu si dhe Alesi rrëfejnë gjithçka. Ato thonë që mos të kërkojnë më Tomason pasi një farë mënyre ai tashmë kishte vdekur dhe në fakt deklarojnë që Tomaso kishte vdekur vetëm një orë pas rrëmbimit dhe ishte pikërisht Alesi ai që i çon autoritetet tek vendi ku ndodheshte Tomaso. Në fakt ishte një fushë që ndodheshte vetëm pak kilometra nga shtëpia Onofri. Lajmi u transmetua në të gjitha televizionet dhe imagjinoni që Paula e merr vesh të gjë vetëm duke parë televizor. Në një intervistë ajo tregon që një gjë që i theu zemrën ishte që në momentin kur u gjet Tomaso në fakt ishte i paprekur, edhe pse kishte kaluar gati një muaj nga rrëmbimi i tij, nga zhdukja e tij. Në fakt, asnjë nga kafshët e egra nuk e kishte prekur Tomason. Një farë mënyre duke sikur ai ishte mbrojtur nga diçka. Ajo thot në fakt pikërisht kështu, duke qenë sikur kafshët kishin respekt për Tomin e vogël. Completamente integro dopo un mese, quindi è un posto dove passano milioni di animali. Non l'hanno toccato, quindi anche gli animali hanno avuto rispetto di lui. Cosa che non hanno avuto gli esseri umani. Tani që dim se kush ishin rrëmbyesit, pyetja është se pse e bën këtë gjë. Në fakt, gjatë rrëfimit të tyre, ato tregojnë dhe planin e asaj nate. Në fakt, mbërrin tek shtëpia Onofri rreth orës 7:30 të mbrëmjes dhe të dy ishin të maskuar. Fikin dritat e shtëpisë dhe në një moment këtu fillon e bëhet gjithçka shumë konfuze. Plani ishte që të rrëmbenin Tomason dhe të kërkonin një shpërblim nga Paolo. Disa persona thonin që donin një shpërblim tek 5 milion euro, disa të tjerë thonin që po organizonin një grabitje në zyrën postare, por një farë mënyre ajo që ishte pak, por e sigurt, ishte se Paolo duhet të linte një kartë SIM mbi tavolinë që grabitësit në momentin kur do hynin brenda, ta merrnin kartën dhe më pas të kontaktonin familjen. Po në fakt, ajo kartë telefoni nuk u la kurrë, pasi një farë mënyre nuk është e sigurt nëse Paolo harroi ta linte kartën, ndryshoi mendje apo diçka tjetër. Dhe në fakt, kjo është një nga provat që tregon që Paolo kishte lidhje në këtë rrëmbim, por në fakt rrëmbyesit ishin në dieni të gjithçkaje, ishin në dieni dhe të problemeve shëndetësore që kishte Tomaso. Dhe në fakt, për këtë gjë ishte parashikuar që të kujdeseshte Antonella, gruaja e Alesit, e cila po i priste një shtëpi të braktisur që ndodheshte aty pranë.
Por çfarë shkoi keq në gjithë këtë mesele? Por pse Tomi u vra vetëm pas një ore? Në fakt, Alesi thot që në momentin kur rrëmbyen Tomazon, hypën në motor dhe u drejtuan drejt kryqëzimit ku po i priste Antonela. Dhe në këtë pikë, rrëfimet e tyre fillojnë që të bëhen paksa të turbullta. Siç ndodh shpesh, ato fillojnë të fajsojnë njëri tjetrin. Pra, Alesi nga njëra anë fajson Raimondo dhe Raimondo nga ana tjetër fajson Alesin. Dhe në fakt, nga hetimet që u bën, dolën në konkluzion se versioni që kishte Mario Alesi ishte shumë më i saktë se ai i Raimondos, pasi në fakt udhëzimet që u dha Alesi për gjetjen e trupit të Tomazos ishin shumë të sakta, ndryshe nga ai që dha Raimondo, dhe në fakt u zbulua se vrasi i vërtet ishte Mario Alesi. Por autopsia nga ana tjetër tregon se si ky person e kishte vrar Tomazon. Ai kishte vendosur Tomazos duart në fyt dhe e kishte shtrënguar aq fort sa që i kishte thyer nofullën dhe Tomazo kishte vdekur nga asfiksia. Por nga ana tjetër, ai kishte qelluar trupin e vogël të Tomazos me grushta dhe me shkelma. Dhe në fakt këtë gjë e kishte bërë sepse Tomazo kishte filluar të qante pa pushim. Dhe ky, pra Mario Alesio, ishte bezdisur aq shumë nga e qara e Tomazos sa që kishte humbur kontrollin mbi veten. Funerali i Tomazos u mbajt më 8 prill të vitit 2006 në katedralen e Parmës. Kishte jashtëzakonisht shumë njerëz që qanin viktimën e pafajshme. Prindët e tij publikuan dhe një mesazh lamtumire në gazetë dhe thonë pikërisht kështu: "Bën më shumë zhurmë një pemë që bie se sa një pyll që rritet. Ti, lule e vogël e shkullur, bëre të përtasin aq shumë zemrat tona, sa që nuk do mund më të lindë më një fush e pafundme me lule, mami dhe babi." Në procesin gjyqësor, Mario Alesiu u konsiderua si mendja djallëzore dhe gjykatësi thotë që kishte vepruar me një mizori të papar dhe në vitin 2010 ai dënohet me burgim të përjetshëm, ndërsa gruaja e tij u dënua me 24 vite burg, ndërsa për sa i përket Raimondos, ai u dënua vetëm me 20 vite burg. Por nga ana tjetër, për sa i përket Paulos dhe Pasquale Barbera, që të dy u shpallën të pafajshëm. Më 12 gusht në vitin 2008, vetëm 2 vite pas asaj ngjarje të tmerrshme, Paolo, së bashku me gruan e tij dhe djalin tjetër Sebastiano, kishin shkuar në Trentino për pushime. Dhe një moment, gjatë shëtitjes që ishin duke bërë, Paolo rrëzohet në tokë duke mbajtur në fakt gjoksin me dorë. Paola nga ana tjetër merr në telefon menjëherë ambulancën dhe kuptohet dhe konfirmohet që kishte pësuar një infarkt. Pas atij infarkti, ai përfundon në koma dhe në fakt nuk rizgjohet më, pasi vdes më 15 janar të vitit 2014. Paola Pelengeli, nëna e Tomasit, tregon që pas vdekjes së djalit të saj për 3 vite ka qenë në efektin e ilaçeve antidepresive dhe kujton ato vite jashtëzakonisht shumë turbull. Por tashmë është më mirë, jeta e saj vazhdon dhe thotë që do të jetë fort për djalin tjetër Sebastian dhe për sa i përket Tomit, është e bindur që do ta takojë sërish dikur. Një gjë tjetër që më bëri të çuditem te kjo grua ishte fakti që thotë që në një emision nuk ndjente asnjë urrëtie për personat që i bën atë gjë djalit të saj. Pasi në një farë mënyre ajo thotë që ato persona ishin thjesht fregacak, pasi u morën me një fëmijë që as nuk mund të mbrohej. Duhet thënë që bravo i qoftë, por nga ana tjetër unë për mendimin tim nuk është se mund të mendoja ose të thoja të njëjtën gjë përkundërsi. Jo, fare.